Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën administrative territoriale u mblodh të hënën për përfaqësuesit e opozitës vendosën sërish të mos marrin pjesë duke theksuar bojkotin për të katërtën herë. Ky takim përbën afatin e fundit të lënë nga majoranca për opozitën për të marrë pjesë dhe për të kontribuar në shqyrtimin e reformës. Bashkëkryetari socialist Arbian Mansniku paralajmëroi se puna e komisionit do të vijojë sipas planit pavarësisht mungesës së opozitës. I kemi kërkuar javës që kaloi parlamentit që të ndryshojmë mënyrën si është formuar komisioni, pa ndryshuar shumë çka, po duke shtuar thjesht një antar në anën e majorancës, në mënyrë që të krijojmë një mekanizëm zhbllëkues për funksionimin e komisionit. Kjo s'do thotë që opozita s'është në komision, opozita do të jetë gjithmonë e mirëpritur në komision, në të gjitha proceset, në të gjitha hapat, në të gjitha diskutimet, do të ketë vendin e saj sistematik. 8 antarë të komisionit janë ata që janë. Kemi kërkuar gjithashtu që ndryshojmë një element dytë, që nga bashkëkryesi kalojmë në një proces kryetar nën kryetar, siç janë komisionet standardet e komisionit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla shtoi se reforma territoriale duhet të realizohet në përputhje me praktikat e Komisionit Venecias dhe me afatet që lidhen me zgjedhjet vendore. Reforma territoriale dhe praktikat e mira të Komisionit Venecias na detyrojnë që në rast se në konkluzion të kësaj pune, të këtij Komisionit posaçëm, do të sugjerohet një ndarje e re administrative territoriale, ajo duhet miratuar në Kuvendin e Shqipërisë, jo më vonë se e njëjtja e fundit e korrikut. Majoranca socialiste ka bërë të ditur se do të vijojë punën për reformën administrative territoriale dhe nuk do të lejojë që bojkotet e opozitës të pengojnë zbatimin e ligjit, duke garantuar respektimin e afateve dhe të parimeve të planifikuara për zgjedhjet vendore.